Pas rreshjeve të ditëve të fundit, një pjesë e tavanit të terminalit të pasagjerëve në portin e Vlorës është shkëputur gjatë natës. Kjo si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes dhe izolimit të taracës. Situata në portin e Vlorës vijon të përkeqësohet mes partneritetit porti SHA dhe operatorit privat, ndërsa kushtet e infrastrukturës janë kthyer tashmë në rrezik të hapur për qytetarët dhe punonjësit. Pas rreshjeve të dendura të ditëve të fundit, një pjesë e tavanit të terminalit të pasagjerëve është shkëputur gjatë natës, si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes, por dhe izolimit të taracës. Fatmirësisht, incidenti ka ndodhur në orë pa prani pasagjerësh, por gjatë ditës në këtë hapësirë qëndrojnë vazhdimisht udhëtar, si dhe punonjës të policisë kufitare, të cilët përpunojnë hyrje-daljet e tragjeteve. Rënja e tavanit në kohë operimi do të kishte shkaktuar pasoja serioze në jetë njerëzish madje. Sipas punonjësve, drejtoria e portit nuk ka më të drejtën ndërhyjë në strukturat e godinës, pasi menaxhimi dhe vendimarrja ndodhet në duart e operatorit privat. Kjo situatë ka krijuar tashmë një vakum përgjegjësie, por me kosto të larta madje edhe në rrezikun e jetës së njerëzve, ku asnjë institucion nuk kryen ndërhyrje minimale të mirëmbajtjes, megjithëse rreziku për sigurinë publike është i dukshëm. Por cila është zgjidhja? Punonjësit kërkojnë që autoritetet portuale dhe institucionet përgjegjëse të përcaktojnë qartë kompetencat dhe detyrimet e secilës palë, duke mos e lënë sigurinë e mirë a pasagjerëve në mëshirë të neglizhencës administrative, por edhe kontraktuale. Pa një ndërhyrje urgjente dhe një plan të qartë për mirëmbajtjen, incidentet të ngjashme mund të përsëriten, por me pasoja të rënda.